Ky nuk mund të konsiderohet vetëm një aksion i suksesshëm, por është një mesazh i qartë dhe i pakthyeshëm. Mbrojtja e mjedisit nuk ka zgjedhje. Është obligim ligjor, moral dhe njerëzor. Kryeprokuror në këtë zonë kam punu jashtë çdo standardi, duke vozit në këtë zonë ka mujt me vdek ndaj punëtor ose me u lëndu punëtorët aty në atë zonë. Po flasim për një zonë cilën ju e pat, ne kemi zhvilluar hetime në rreth 4 mujor. 4 mujore faktikisht në këtë pjesë, ku kemi faktu gjithçka dhe çdo operator dhe jemi kujdesur që mos ketë operator ekonomik ilegal cilët do të jesin jashtë kësaj, që mos krijohen edhe dyshime tjera. Jemi kujdesur që në zonën që e kemi, në kompetencë prokurisë themelore të Prizrenit, të gjithë operatorët ekonomik ilegal që veprojnë në atë zonë i kemi faktu me prova dhe e keni përcjell edhe pjesën drejt për drejt që kemi kryer arrestimet 17 personave, ndërkohë në orët e vona faktikisht është gjetur edhe personi i 18 dhe ka përfunduar aksioni me 18 të arrestuar. Padyshim që në atë zonë ku shihet një katrahure vërtet, një dëm i madh që është bërë ambientit, mjedisit, një shkatrim total i rrjedhës lumit në atë kushte, në atë gjendje të punohet, padyshim që është edhe rrezik për punëtorët. Mirë po, rrezikun abstrakt nuk mund ta trajtojmë, por në rastet që kish pas ndonjë lëndim punë apo siç ndodh, siç po ballafaqohemi për ditë më shumë me raste të tilla ku punëtorët edhe po humbin jetën, padyshim që kanë edhe përgjegjësi penale. Që sa vite kanë operu këta operatorë në atë zonë? Dihet që ka shumë vite që kanë operuar në atë zonë, po ajo që mund të konstatojmë me përgjegjësi të plotë është fakti që nga viti 2016 nuk kanë licenca për të operuar. Prokuria themelore në Prizren ndër vite nuk ka pushuar asnjëherë. Ndër vite ka ngritur akt akuza, ka hetuar dhe ka ngritur akt akuza ndaj personave që kanë degraduar zonën për vepra penale të ndotjes dhe degradimit të ambientit, dhe të njëjtit i kemi vendosur para drejtësisë. Unë sa për dieninë ju i kam nxjerrë një pjesë të dhënave statistikore në 3 vitet e fundit, ku në vitin 2023 kemi akuzuar 16 persona për degradim mjedisit, në vitin 2024 7 persona. Vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2025 kemi akuzuar 21 persona. Dhe tani plus 18 faktikisht janë 39 persona që janë akuzuar nga prokuria për degradim të ambientit dhe të njëjtit kanë dalë para drejtësisë. Madje kemi edhe gjykime të plotfuqishme që janë marrë ndër këto vite, ku numri është bukur i madh. Kemi në vitin 2023 17 persona janë dënuar me akt gjykim gjykatës, në vitin 2024 janë dënuar 12 persona për degradim mjedisit nga gjykata dhe në vitin 2025 faktikisht janë deri më tani 5 persona të dënuar për degradim dhe ndotje të ambientit. Ajo që vlen të theksohet është fakti që ne fokusin më të madh do ta kemi si strategji tek konfiskimi i mjeteve që mundsojnë kryerjen e veprës penale. Ndër këto aktgjykime ne nuk jemi fare të kënaqur, sepse pavarësisht dënimeve që i kanë marrë çfarë do qofshin ato, qoftë burg, gjob apo kusht, e rëndësishme është që të konfiskohen mjetet e kryerjes. Që pamundsohet operimi në atë pjesë, gjë që nuk ka ndodhur. Tani ne nuk do ta kërkojmë fajtorin, mund të jenë fajtor edhe ndoshta arsyetimet e dobta, mund të jenë edhe pjesa tjetër në gjykatë, por nuk do ta gjejmë fajtorin këtu. Ajo që do të fokusohemi është që tani jetutit mos lejojmë që ato mjetet ju kthehen. Ju e keni parë, kemi sekuestruar 38 mjete, 15 eskavator, 9 kamion, 15 makinat seperimit dhe do të kujdesemi shumë seriozisht që ta bindim gjykatën që ato të konfiskohen, sepse mënyra e vetme për ta luftuar këtë veprimtari është kjo pjesë. Ky nuk mund të konsiderohet vetëm një aksion i suksesshëm, por është një mesazh i qartë dhe i pakthyeshëm. Mbrojtja e mjedisit nuk ka zgjedhje. Është obligim ligjor, moral dhe njerëzor. Në radhë parë, për ne që kemi petkun e personave zyrtar, e pastaj edhe për secilin qytetar madje edhe për mediat. Kështu që secili prej atyre operatorëve ekonomik le t'i flas vetes. Nuk do të mund të operojnë atë pjesë. Ato makineri të cilat nuk i kanë përdor, mos të provojnë t'i fusin në drinin e bardhë, të paktën në përgjegjësinë që e kemi si Prizren, sepse personalisht unë si prokuror, edhe 20 prokurorët e kësaj prokurie do të zbarkojnë mbi kokat e tyre. Nuk do ta lejojmë asnjërin prej tyre që ta degradojnë edhe matutje dhe do ta dinë që dami ka me qenë shumë i madh.
sepse prokuroria nuk do të hesht, prokuroria nuk do ta lejojë edhe më tutje degradimin që vetëm se ka ndodhur, sepse degradimi aq i madh është alarm për gjithë ne. Është alarm jo vetëm për atë zonë, por është alarm që ta mbrojmë edhe të ardhmen, sepse natyra duhet mbrohet. E kemi thënë, vendet e Bashkimit Evropian kanë nxjerrë rregulla, direktiva e konventa për mbrojtjen e mjedisit. Ne kemi ligjin, kemi kodin penal të Republikës Kosovës. Këto vullneti i tyre është ta mbrojmë ambientin. Andaj ne si ligjzbatues, përderisa nuk kanë licenca për operim, ne jemi ligjzbatues, do të veprojnë dhe atë pa asnjë dallim. Kështu që le ta kenë të qartë dhe le ta kenë me dije që atë ditë që do të kapet ndonjëri prej tyre do ta kenë fatin sikurse që e patën këtë aksion. Të njëjtë, por jam i bindur që nuk do të kemi më nevojë për aksione të tilla që të arrestojnë 17 persona, 18 e të kapen me nga 40 mjete, por edhe nëse provojnë një, edhe atë një do ta marrim. Por kërkojmë edhe bashkëpunimin e qytetarëve, sepse ne kemi pas raste të tilla, por vetëm pasi që personalisht dhe me vetë iniciativë kam ndërmarrë veprime hetimore dhe kemi aplikuar masa të veçanta hetimore. Vetëm pasi e kam parë personalisht terrenin atje. E kam parë që gjendja është jashtëzakonisht keq dhe mendoj që këtu duhet të kemi edhe më sy hapur inspektorët e mjedisit, sepse ata kanë prerogativë mbrojtjen e ambientit. Unë po besoj që inspektorët e dinë edhe më mirë se ne, sepse ata janë të profilizuar dhe të profesionalizuar në pjesën e mbrojtjes dhe degradimit të ambientit. Dhe unë po mendoj që tani më kanë marrë edhe një mesazh të qartë që duhet të reagojnë. Ata e dinë adresën, prokuroria është shumë e vendosur në këtë drejtim, sepse ndër shumë prioritetet që i kemi vendosur është edhe prioritet mbrojtja e mjedisit. Kështu që ne mbrojtjen e mjedisit nuk e kemi vetëm te degradimi i lumit Drini i bardh, është edhe prerja e pyllit, janë edhe ndërtimet pa leje, që jo vetëm në pjesa rurale, por edhe në zonën urbane ka ndodhur, mirë po besoj që jeni dëshmitar që ne kemi arrestuar edhe inspektor në këtë drejtim për mosveprim. Kështu që duhet ta dinë secili që punon dhe që ka marrë detyra, obligime, përgjegjësi për të kryer një punë caktuar, mosveprimi të njohura si delikte omisive duhet ta dinë që pason me vepër penale. Kështu që nuk do të jetë imun askush tjetër. Ne do ta faktojmë çdo situatë, tani më e kemi në kontroll atë zonë dhe po besoj që do ta mbajmë derisa të vetëdijsohen të gjithë që ambientin duhet ta ruajmë dhe ta duam të gjithë. Nuk do të lejojmë që persona të caktuar siç ka ndodhur deri më tani të pasurohen në emër dhe në korrist të pronës shoqërore e shtetërore, sepse ato janë resurse natyrore, ato janë resurse që i takojnë të gjithëve dhe nuk bëhet dëmi vetëm në atë zonë nga Krusha në Landovic, por dëmi përcjellet edhe kudo që shkon lumi. A dijem pavarësisht përfitimet e këtyre njerëzve, a pritni me pas ekspertizë, me pas se sa kanë përfituar në kurriz të këtyre pronave? Përderisa shohim që dëmi është i madh, padyshim që edhe përfitimet kanë qenë të mëdha. Mirë, po për këtë pjesë ne jemi tani më në fazën fillestare të hetimit dhe tek tani fillojnë edhe ekspertizat, ne kemi angazhuar edhe pjesën tjetër të ekspertëve që do ta bëjnë edhe vlerësimin e dëmit në mënyrë që të dalim me dëmin konkret se çfarë dëmi kanë shkaktuar në atë pjesë. A janë arrestuar recidivistë këtyre veprave në aksionin e fundit? A kanë qenë këta të arrestuar më herët për këtë punë? Shumë prej tyre janë recidivistë shumë fisht veprave të njëjta. Unë mendoj që është momenti i fundit që edhe gjykata ta ketë parasysh që këta persona të marrin dënimin e merituar. Jo vetëm siç e thash fillim, personalisht ndaj tyre, por jo vetëm të jetë preventiv speciale, por të jetë edhe preventiv generale për të gjithë qytetarët e tjerë, e mbi të gjitha do të kërkojmë me ngulm që mjetet konfiskohen. Do të kërkojmë me ngulm dhe do të zhvillojmë edhe hetime financiare që çdo dobi pasore përfituar me vepër penale do të konfiskohet. A jeni tu i hetu edhe për mënyrën që i kanë shkatruar ato toka dhe formën që i kanë lënë, për shembull, a janë këto biznese pronarët aty në prona apo i marrin me qira? Gjithçka është duke jetuar. Në shumë dimensione janë duke u zhvilluar dhe në shumë pista hetimet, nuk mund t'i bëj të qarta të gjitha, mirë po ajo që mund të konstatoj është fakti që ka shumë prona që ndoshta mund të ketë në të ardhmen edhe uzurpime zgjerim të hetimeve, që i kanë uzurpuar, po ka pronat që janë dhënë edhe nga fshatarët. Duhet ta kenë të qartë edhe ata, sepse kushdo që t'jep për degradim dhe mundson kryerjen e degradimit, gjithkush prej tyre është në përgjegjësi, sepse ne kemi parë edhe gjatë aksionit se kapur me pjesën ku është bërë degradimi janë edhe shumë fshatar bujq të cilët atë punojnë tokën. Ata rrezikojnë çdo ditë aty.
nga shembja dheut, sepse kemi parë ndoshta as metri nuk e ndon pjesën lart me 30 metra thellësi aty poshtë që është krijuar. Kështu që duhet ta kenë të qartë të gjithë, jo vetëm këta operator ekonomik, por edhe qytetarët që kanë prona në atë zonë që kanë përgjegjësi secili prej tyre që lejon. Në rast se dikujt, po e them haptas të ju, në rast se dikujt i është uzurpuar prona pa pëlqimin e tij, le të vinë prokurori. Dhe padyshim që ne do ta adresojmë dhe do të marrim veprimet e duhura ligjore. E nëse e ka dhënë me qira? Nëse e ka dhënë me qira, atëherë do të ketë përgjegjësi për secilin. Sepse përfitimi është bërë duke degraduar ambientin. A ndahet përgjegjësia në këtë rast e pronarëve, e shoferëve të kamionëve, shoferëve të ekskavatorëve, që ata mundën me thonë se na ka thonë shefi, na jem punëtor, jem tu gry. Secili e ka përgjegjësinë e tij. Ka përgjegjësi përgjegjës personit juridik, por mos harrojmë se kemi në përgjegjësi penale i kemi fut edhe personat juridik, pra operatorët ekonomik, sepse ka operatorë ekonomik aty shumë prej tyre janë SHPK, domosdoshmë shoqëri me përgjegjësi të kufizuara dhe ligji këta persona, ligji për përgjegjësinë penale personave juridike konsiderohen si persona me përgjegjësi penale, andaj edhe këta janë duke u hetuar dhe padyshim që ka prova të mjaftueshme që do të ngritet aktakuza edhe ndaj personave juridike, jo vetëm ndaj personave fizik. Pra nuk janë vetëm 18 persona fizik, po janë dikun rreth 30 komplet me personat juridik.